Shikues të nderuar, vazhdojna me emisionin tonë më të ri, Kuvendi. Kuvendi në TV Glob. Falenderojmë sponsorët tonë, sponsorin general Uidea me mineral edhe me natural. Se ti je ma natural e unë je ma i thardh diqysh, ma dizel jam. Gjithashtu falenderojmë shikues të nderuar, falenderojmë Biang dhe Amerikan Cola. Shikues të nderuar, me mrama dhe njerë dhe mirë se erdhët në emisionin tonë Kuvendi në TV Glob. Mësë dashtë me më ndërhyn fjallë me më thëmë me mramë, mësë më ndërpysë, unë jem kryetari Kuvendit. Shikues të nderuar, pra mos harroni, emisioni Kuvendi, ky jemi Kuvendi, jemi quajtur sepse jemi Kuvendi i televizionit Glob, e Kuvendi i popullit që e ka venin atje Kuvendi, ata Kuvendi punojnë vetëm gjërat mira dhe gjërat tëmbla, e ne kemi fillu vetëm ca problemet vogla mi marë, shikues të nderuar. Tema e natës së sotme është, sa jeni të sigurt në vendin e punës? Sa jeni të sigurt në vendin e punës ose në orarin e punës? A jeti e sigurt në orarin e punës? Po, jam i sigurt. Fare sigurt e të ndikush të cakatën të rreshtë. Ti je i sigurt? Jo, unë jam i sigurt se mbron ti. Si jema natural. Po ti je mashkull. Unë jam moshkull. Më e sigurt. Po e marrë menaxherin me rekret sa të vjen këtu. Shikues të nderuar, ju mundi me shkruaj SMS në numrin 045 200 221, 045 pra edhe një herë 200 221. edhe mujna me diskutu rreth temës sa jena të sigurt në orarin e punës. Mos harroni shikues të nderuar, kemi ardhur për herë të parë në Kosovë, pra po e cek edhe ne për herë të parë me pamje që nuk i keni parë kurrë më herët nëpër televizionet tona. Gjithmonë ka ekzistuar një dyshim, mase nuk bën me plasu në TV, mase nuk bën me bën televizion, s'bën, po më në fund mos harroni. Nëse keni ndonjë problem shikues të nderuar, mundi me shkruaj SMS në numrin 045 200 221. Edhe ekipi jon i emisionit Kuvendi vjen në vendin tuaj dhe mirët me problemin tuaj. Shikues të nderuar, emisioni Kuvendi është çdo natë prej orës 22 drejt për drejt. E repriza është nesërmë në orën 11. Jo pa çdo natë. Pse sa kalon për shembull me thonë në orën 10 natës për 22? Se ti je shumë naiv, se 22 jena në televizion. A do të thonë unë jam naiv? Po. Unë 22 duhesh më shpejt. Naiv i madh i shtypit. I vogël i shkrimit. I vogël i shkrimit, ja pra shikues të nderuar, çdo natë drejt për drejt emisioni juni rregullt, jo me korrespondencë. Më falni shikues të nderuar se kena bën me korrespondencë, se me korrespondencë i bën me xhiru, me montu dhe me qit njerë njoft. Po aty nuk ka gabime, a ki pasa bukur kishim dalë aty pa gabime. Ka shkëlqy plumbi. Se s'ka bo gabim. Ka shkëlqy Genta, s'ka bo gabim. Se na kanë prerë në montazh. Emisioni jonë është i drejt për drejt, shikues të nderuar. Mundi me shkruaj SMS në numrin 045 200 221. Tema e natës së sotme është sa jeni të sigurt në orarin e punës. Vazhdojmë desa dikush na shkruan një SMS, desha me të pyet kështu në cilën shkollë fillore, për shembull shkolla jote fillore, ç'ka pas emrin? Trepça. Trepça, sikur që lum futboll, Trepça. Po, ç'është. Trepça. Çka mendon ti, cila është shkolla më e mirë fillore, shkolla fillore, cila është më e mira në Prishtinë? Dardania? Jo, nuk është Dardania, Dardania veç ngjyrën e ka të mirë. Është pink, diçish, pink. Se për femnë, edhe për fëmijë, për fëmijë të hareshëm. Unë kam pas shkollën e Gjelbërt. E Gjelbërt u kon shkolla. Edhe unë e Gjelbërt. Ti ke pas Gjelbërt sikur bari. U e mbyll të koni. E mbyll të jotja? E mirë, edhe e mbyll. Profesorat vinë më nervoz. Në shkollë Gjelbërt mbyll edhe profesorat vinë më nervoz. Mirë dita nxënësa u lota, jeni mirë. Ama kon shkolla Gjelbërt vinë mirë dita, si jeni? Po, para klasës çka keni pas përpara? Na Skënderbeun aty më frymzu. Na e kena pas këtë në herë titën, e gjujshëm me vu, e gjujshëm me qelloj shit vot. Po në matë se na pa të metën, na pa të lënë shkollë fillore titën, edhe e gjujshëm me vu. E ju e keni pas Skënderbeun? Po. Shumë mirë. Kolege, në bazë statistika shikues të nderuar që në majtë në Prishtinë, në bazë disa statistika në bazë dhëna, kolegët tonë deputetësa, na janë në Kuvendin këtu në Kuvend, kolegët tonë deputet shumicën e fëmijëve, shumicën e njerëzve për shembull funksionarë të lartë i kanë në shkollën fillore Xhemal Mustafa. Thojnë që shkolla fillore Xhemal Mustafa shikues të nderuar është më e mira në Prishtinë. Ta ndjekim historinë në vazhdim të stafit tonë, të ekipës tonë që ka qenë atje në shkollën fillore dhe të shohim a është më e mirë apo nuk është më e mirë. Ka, sa e mirë është, pa rrugëve të mira ka, të shohim shumë është e mirë. Vazhdojmë shikues të nderuar ta ndjekim historinë në vazhdim. Shumë se 15 vjeç që lozin në oborrin e shkollës fillore Xhemal Mustafa. Për kjo shkollë ka rreth 1200 nxënës. Shkolla mbahet si më e mira në kryeqytet. Një pjesë e madhe e këtyre nxënësve kalojnë në këtë tunel që të nxjerrë në kurriz në lagjen Dardania. Ju mund të thoni se cila është lidhja e këtij tuneli me këtë shkollë, por në fakt kjo është dhe arsyeja për të cilën kemi bërë këtë kronik. Brenda në tunel, një tub i ujrave të zeza
ka kohë që ka plasur dhe shëndruar në një ujvar. Pellgu i ujrave të zeza ku ndërmon nga ira keqe. Nxënësit janë të detyruar të kalojnë në këtë tunel dhe rreziku që ata të helmohen është shumë i madh. Organet kompetente nuk pranuan të flasin për këtë çështje dhe ne po i themi atyre që të ndjekin pak pamje. Pas këtyre pamjeve, ata me siguri do ta rregullojnë sa më shpejt që është e mundur. Mos e bëni për ne, por bëni për fëmijët tuaj. Kolege? Hej, në emision? Në emision? Më falë, po në jem naiv. Ma herë të më thonë naiv. Po, jena? Nëse jem naiv, unë kam drejt. Qa e shfryma? A, po, kolege. Që Që na? E ronë. Një gyp 100 euro, shikus në dëruar 100 euro. Kolege, shikus në dëruar, ne do të shkojmë gjdo dit të kjo gyp. Gjdo dit të shkojmë. Edhe nesër ekipi unë do t'jetë atje, do t'a filmoj këtë gyp, atuk që shpitojnë ta Shqipis. Gjdo dit do t'a filmojmë, deri në momenti kur organet kompetente e rregullojnë këtë gyp. Nëse nuk e rregullojnë? Nëse nuk e rregullojnë, japën parët e te. A buhet më shumë se 100 euro? 50 unë, 50 unë. 50 unë, no? Jo, nuk kom vak, mi dhonë 50 euro, ngëm të mu. 50 e mu? E morëm një kredina 100 euro. E himën e te aty e morëm një kredin 100 euro, e shtina emisionin në hipotek. Kur të shtina në emisionin në hipotek, tani se pagujna kredin, ata vina morin emisionin, na më shefëm në tavolin, na morin edhe neve, na qojnë në bank edhe, në tojnë në pare. Para me do ty qapë të piju ide. Me pare ekurit kështë. Me pare të ekurit, mos e më lanë shajt që vetëm bënë. Kolege, a ki patent shofer? Po, kam. Seriosisht? Po. Ki patent shofer kështu me vëzit? Po, e vëzitje. E zbesaj. Qështë edhe e s'kjerën? Shabejci. Eshtë një lërë? E qëtë një lërë kjerën? E qëtë një lërë? Lërë. A e dhez? Po, ishte qilësat. Ishte një qilësat. Shikus në nërua. Tani? Tona i vezi dritat. I dhez dritat, kolegja, janë isë lambada. A dim se janë isë lambada. Dera që. E këna arru derën qelë këtë e mshilë me asigur.